të lutem, bën e pjesë të Big Brother Kosovës sezonin e ardhshëm se jam I sigurt thotë që fitoj. E nëse s'fiton Gjigant, atëherë ka punë me mua. Po. Po. O bo, Alaudin, faleminderit shumë. Mos na harro që të porosit lutem se kena dëshirë me sfidu. Është djalë I talentuar në kickbox, 21 meçe të fituara, asnjë humbje, fotomodel, I suksesshëm, punon në një punë jo të keqe, por shumë në firmë shumë emër në Itali. Kështu që tatuazhin e ka, stilin e ka. Që janë I bit mirë atë mrena dhe fiton 200.000 euro. A ke ndjek shumë televizor Big Brother? Shumë, po. Ki qef me këshyrë si reality TV? Po. A I shikoj edhe Italis. A ka pas në një herë, në Itali bëhet nomi ketë, bro. Po. A ka pas në një herë në I fitus në Big Brother të Kosovës apo Shqipërisë që se ka meritu çmimin sipas mendimit tënd? Kjo e kam prit këtë pyetje, do të thënë të drejtën. Për mu, nuk e di. A ka pas në njëri që e ka fitu pa merita, që unë e di kush e ka fitu pa merita ketë, që unë e them. Thuje. Parën ka qenë stresi, aje ka meritu. Në dytën nuk e moj men kush ka qenë. Fitusi, në dytën sezonin e dytë. Si një kjo. Se di për zotë, kush ka qenë. Lumbardi. Si pas me Lumbardi nuk e ka meritu. Lumbardi se ka meritu. Lumbardi, Pse ashtu? Po me Lumbardi, po. Se si pas me nuk ka bët, nuk ka jap show, nuk ka bët gjonat e për me fitu. Ka pas për shumë Blerando për mu ka mujtë me fituat. Blerando? Ka mujtë me fitu? Blerando ka pas shumë... Okej. Për mu ka mujtë me fituaj. Me çfarë Ka pas shumë ma show se Lumbardi. Okej. Me çfarë strategji kishe hi në Big Brother? A keni ide se ti ki këshyr ato emisione edhe? Nuk kam strategji, po çka kishar. Po të me thonë që unë jam shumë show. Me argetu. Shumë gjona. Shumë aspekte.